Mirëmëngjes të dashur Luan. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj shikoni është Munji Luan, mbreti i Shkupive. Jeni lider, absolutisht jeni lider të dashur Luan dhe ndonjëherë edhe pse lider, sigur pristin leje të bëni diçka që ndjeni që duhet bërë. Kjo letër ju thot të veproni me vetbesim, ti ke, nëse ke një ide të madhe, një qëllim ose një dëshirë për të udhëhequr, mos e zbe fuqinë tënde për të qenë të pranueshëm për të tjerët. Luan, jeni të thirrur të udhëheqni, jo të ndiqni. Pra, njerëzit ju shohin si dikë që ka vizion. Jep shembull me veprimet e tua, jep drejtim me vendimet e tua. Veprimi duhet të vi pa frikë, pa dështim. Mbreti i Shkupive nuk pret që çdo gjë të jetë perfekte. Ai vepron sepse e di që udhëheqja nuk është komode, por e domosdoshme. Më kuptoni thelbin e kësaj? Sado që mund të keni frikë në diçka, bëjeni, nga që keni atë aurën që ndrit dhe udhëheqet që të tjerët t'ju ndjekin. Në marrëdhënie apo punë mund të jesh ai apo ajo që duhet të marrë drejtimin ose të përfaqësojë një figurë që është shumë ambicioze, dominante dhe orientuar drejt rezultateve. Të dashur Luan, një fjali për ta mbajtur mend. Udhëhiq me zjarrin e vizionit tënd. Bota ka nevojë për dikë që guxon të jetë i madh. Mos i ju.